A e di pse në Bibël Jezusi quhet Logos, fjala. Kjo nuk është vetëm një shprehje fetare, në fakt, por është çelësi për të kuptuar jetën. Në greqishten e vjetër Logos do të thotë fjala, por ka edhe kuptimin e arsyes, arsyeja pse diçka ekziston. Mendo për një orë, për shembull. Logosi i saj, arsyeja se pse ekziston kjo orë është të tregojë kohën. Por nëse orën e përdor si një çekiç për të ngulur gozh, ajo prishet, jo sepse ora është e keqe, por sepse nuk përdoret sipas qëllimit të saj. Po logosi i jetës, arsyeja sepse jemi krijuar në jetë, cila është? Sepse nëse ne kemi arsyeën e gabuar, atëherë do ta keqpërdorim jetën njësoj si në rastin e orës. Filozofët grek besonin se logosi i jetës dhe universit është një ide e ftohtë, një parim abstrakt, diçka që vetëm njerëzit e ditur mund ta kuptonin. Pastaj vjen Ungjilli, sipas Gjonit, dhe përmbys gjithçka. Ai thotë logosi nuk është një formulë, logosi është një person. Dhe ai person është Jezusi. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Sepse nëse kuptimi i jetës është një parim, atëherë jeta ka të bëjë me dije dhe inteligjencë, por nëse kuptimi i jetës është një person, atëherë arsyeja e jetës është dashuria, është miqësia me këtë person. Jo gjithë mund të jenë intelektual, por kushdo mund të dojë dhe kushdo mund të lidhet me një person. Ti nuk je krijuar për të zgjidhur një ekuacion. Ti je krijuar për një marrëdhënie me atë që të ka dhënë jetën ty. Dhe pyetja për ty është kjo: cili mendon ti se është logosi, qëllimi kryesor i jetës tonë? Më shkruaj më poshtë, Zoti Bekov.